Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Emma ba'd. Allahu në azza wa jalla falenderojmë, salavatët dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së ndritshme të Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, ku sot përmendme një edep, një tërbije të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që kishte në raport me Allahun, që gjithnjë ai kur kishte momente gëzimi e falenderonte Allahun me namaz nafile. Kur kishte ndonjë të mirë që Allah ja jep atij, ai Allahut i drejtoheshte me namaz nafile. E vendonte ballin në sejdë, e madhronte dhe falenderonte Allahun me vepër, me adhurim, me namaz. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sajë të kësaj edukate që kishte me Allahun te bareke ve taala, kur e çliroi Mekën, kur mbaroi me fjalimin e tij, u drejtua kundrejt shtëpisë kusherinës së tij, Hani binti Abi Talib. Hani binti Abi Talib. Shkoi te shtëpia e saj në Mekë. Shtëpiat në Mekë përpara kanë qenë aty afër Qabës. Do në obori i Qabës që sot e shohim në këtë mermer të bardhë, aty ka pas shtëpia më herët. Dhe Mekelit që kanë qenë, sidomos nga fisi Quraysh dhe nga fiset e njohura, kanë pas shtëpi aty afër Qabës. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkon pikërisht te shtëpia e Hani binti Abi Talib. Hani është bija e Abu Talibit, migjës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na e dim Abu Talibi sa i ka dash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nipin e vet dhe sa i ka përkrah. Hani pra e kishte çik migje. Hani njëherët ishte edhe motra e Aliut radhiyallahu anhu. Aliun radhiyallahu anhu i kishte vëlla. Po këto me zvete nuk kishin mohabet. Sebe për Islamit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht për zgjedh shtëpinë e çikës së migjës së vet, edhe me kuptu këtu kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj çikës së migjës, vajza Axhës. Kujdesi i tij dhe gjesti i tij i cili hyn në historinë islame, që edhe na sot me përmend kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj çikës së migjës së vet. Ai ka pas shumë shtëpi aty ku ka mujt me shku mu fal. E ku ka mujt me shku me bo një tosh që themi na. Por për zgjodhi shtëpinë e çikës migjës vet. Që kjo ndodhi të hynë në historinë islame. Që mu përmend se kjo është bija e Abu Talibit, që mu përmend se kjo është motra e Aliut radhiyallahu anhu. Nëse do njerëz sot i pyesim kur ke shku një vizitë, jo te shtëpia e çikës migjës, te shtëpia e motrës, kena muhabit me statistika. Me pyet njerëzit kur ke shku te shtëpia e motrës, me vizitu motra. Po me pyet te shtëpia e çikës migjës, me vizituat, me adhon një selam, me shpreh një kujdes, rezultatet kanë me qenë të çuditshme, të mërzitshme. Dhe këto momente që mes rreshteve i jep jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me do e mos du të reflektojnë tek ne. Dhe du të ndikojnë tek ne. Dhe neve du të me na ndryshu. Me kuptu kujdesin e Islamit ndaj fisit dhe farefisit. Ndaj të afërmeve tonë. Se nëse ke dasht migjën që është në vend babës
bien e tij, hatri ati dush me ja respektu. E nëse me të vërtet i ke thonë motër dikujt, e që shpesh motrat ankohen nga mos vizite e vëllezërve të tyre, edhe pse gjithë na e dim se sa e madhe që është dashuria e motrës për vllahun, por fatkeqësisht vëllezërit ndonjëherë për X arsye të kota braktisin këtë sunet të madh që me vizitu motrën, që me vizitu bijat e familjes që i themi na. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pikërisht në shtëpinë e saj hyn, me lejen e saj, dhe në shtëpinë e saj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lahet dhe shpërlahet, pastrohet. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pikërisht në shtëpinë e saj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i fal 8 recate, 2 nga 2, për ta falendëruar Allahun te bareke ve teala. Këtyre recateve që këtij namazit i thënë salatul fath, namazi i çlirimit. Namazi falendërues për çlirimin e Mekës. I ka fal 8 recate, 2 nga 2, për ta falendëruar Allahun që Allahu ja bëri nasip me çliru Mekën. Kur i ke falë 2 recate, kur Allahu ta ka bo nasip me ble një vetur. Kur ta ka bo Allahu nasip mu martun. Sa prej dhëndorëve i falen 2 recate falëndrimi ndaj Allahut kur hinë dhëndër. Hupi ki sunnet. Hupi ki falëndrim ndaj Allahut. Sa njerëz, sa neve na shkon dërmen me i falë 2 recate kur na mundësot një punë e mirë. Kur e fitojmë një fitim pak më të madh. Kur Allahu na mundson me dal nga spitali e me shpëtu nga një telashe, nga një smundje, pas një operimi apo pas një intervenimi mjekësor. E kur të vim në shtëpi, e me marr një gusl e mu la, mu shpërla, e mi fal 2 recate, mi thonë o Allah, ty ta kon falëndërimi që apet më ktheve të shtëpia, se ke mujt me tabut me dal prej spitalit. Sa na shkon dërmend që na në mbrëmje, kur e shohim se fitimi ka qenë i mirë, mu qumë me marë një abdes, e mi falja 2 recate me thonë, o Allah, ty ta kon falëndërimi, sa ti pat shumë dyqane, shumë tezga, shumë tregtar tjerë, po unë e hasa pas këm fitu. Apo Zot në arru i themi, unë e këm meritu, unë jam i Zot, unë jam o pase, si kur bëjnë disa Allah i udhëzoftë. Unë jam gjambaz, unë jam tregtari, menqëm jam unë, i Zoti jam unë. Një mili gjak, gabi me qku në trunë, ti s'funksionon asë gjo. Mbetesh i paralizum, kur gjo si mina. Krejt të mirat Allahu na i ka mundësun, Allahu na i ka dhurun. Vëllezër dashur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me vete kishte ushtrinë më të madhe në gadishën arabik. Nuk sa unë jam i fortë e kam ushtrinë e madhe. Shkoj dhe i fali 8 recate nafile për ta falendëruar Allahun që Allahu ja ka bo nasip me çliru Mekën. Dhe ky namaz falet dikun para namazit të drekës, para se mi koha e drekës, dikur ka ora 10, 10:30, 11 me kohën e atij vendit, në kohën e duhas. Dhe i fal në shtëpinë e Ummuhani. Nuk del me i falë në Qabe, i falë në shtëpinë e Ummuhani, dhe këtu për me nalon porosi se nafilet dhe sunnetet mas e vapash me i falë të shtëpia. Kur ka mundësi një gjëjtin mu realizu. Kjo nuk vlen për neve që jemi gjithë ditën në pazare, në qarshie që jemi gjithë ditën këto, se sunnetet se në mërim me shku në shtëpi mu falë dhe mu këthi, kjo vlen për atë që ka mundësi. Që nafilet edhe sunnetet është mas e vapë me i falë të shtëpia. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në borin e Qabës, nuk dolin nga shtëpia Ummuhanit me i falë para Qabës, këto 8 recate falëndërimi për shërimin e Mekës, por se i falen brenda shtëpisë Ummuhani. Dhe kjo është një mesele shumë e hollë dhe precize që duhet me kuptu dhe me shpjegu, edhe pse shumë historian kështu e kalojnë këtë ndodhi,
por ajo që është me rëndësi është të na nga çdo hap i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me marrë mësim, me nxjerr një porosi, me marrë një marifet. Edhe me praktiku një sunet në jetën tonë. I fali këto recate për të falendru Allahun, se Allahu ja ka bo nasip me çliru Mekë. Suksesin ja kthej Allahut azza wa jall, nuk jam veshi vetvetes dhe përgatitjes së vet. Sa kjo është dhunti dhe begati prej Allahut te bareke ve taala. Prej Allahut te bareke ve taala. Tha nuk është suksesi jem. Kjo është një mirë që Allahu na e dha hedije. Dhe gjithë një ovë dhe zërdash, le tjetë kjo terbije e jonë, le tjetë kjo pjesë përbërse e kulturës tonë, karshi Allahu te bareke ve taala. Kur të na vjen një mirë, një begati, themi elhamdulillah. Ka do Zoti, ai na e dha këto të mira. Shqyqër për Allahut, krejt të të mira kanë ardhur prej Allahut, jo prej neve. Dhe kjo është terbija dhe edukata e një besimtar, e që kjo është edhe terbija dhe edukata që kur robi e tregon karshi Allahut, Allahu ja shton të mirat. Le in shakartum le azidannakum. E ju nëse e bëjni shukur Allahut dhe një shqyqyr për Allahut, Allahu thot unë e juve ka me vashtu. Kur të vjen një e mirë prej Allahut, thu shqyqyr o Zot, ti të takon falënderimin. Shqyqyr për Allahut, erdhë kjo e mirë. Thot Zoti, kur kështu të thoni, unë juve ka me vashtu të mirat. Alo, ma shumë ka me jo dhonë. Ama kur thëjsh, unë i Zoti, unë i menqëm, unë i gjambas, unë e opasen, unë e kështu, unë e ashtu, i ja ke garantu vetë vetës dështimi. I ja ke u vetë vetës bereqeti. Pra këtu janë 3 mesele që dërishtash i përmendëm. Kujdesi pejgamberit sa ndaj kushërinës së vet. Larja dhe pastrimi para se me fal namaz nafile. U pastru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe falëndërimi Allahut me namaz, që Allahu ja ka mundësu me çliru Mekën. Kjo është namazi i falëndërimit. Dhe namazi i falëndërimit mbetet sunnet deri në ditën e gjykimit për secilin të mirë që Allahu na jep në Allahun me falëndëru me namaz nafile. Ai fal 2 recate, ai fal 4, ai fal 6, ai fal 8, ajo është sipas dëshirës tënde. Ai fal 2 më të gjata, ai fal 4 më të shkurta, ti e vendos. Me rëndësi vendoj ballin sejdë Allahun me falëndëru që Allahu ta ka mundsuar një të mirë, një begati. Se shumë njerëz vujnë për atë mirë, për atë begati. Ti Allahu ta ka dhënë. Dhe mesela tjetër, falja e nafileve në shtëpinë Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ja bën një kërkesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë në mesela e rëndësishme. I thot ja Rasulullah, 2 njerëz du mi marë në besën tema. Këto 2 njerëz duheshte të vritën. Ummu Hani thot 2 njerëz du mi marë në besën tema. Thot kush janë ata? Thot el-Hamawain. El-Hamawain të spërmendën me emra, por thu që ka kërku nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besë, që ti marrë nën kujdesin e vet dhe nën mbrojtjen e vet, vjerin e vet dhe kunatin e vet. Në një transmetim tjetër, në një koment tjetër thotë që i ka marrë dikunetnit e vet. Vjerin domethënë babën e burrit vet dhe vllahun e burrit vet. Shifeni kujdesin ndaj vjerit. Kujdesin ndaj kunatit. Do të vazhdojmë inshallah javën e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin.